Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, të nderuar teleshikues, vëllezër dhe motra, kudo që jeni, ju përshëndesim me këtë përshëndetje të bukur të Islamit, për paqja, mëshira, rahmetit madhit Zot, qoftë mbi ju, familjarët e juaj dhe të dashurët e juaj. Jemi në emisionin para iftarit, pra drejt për drejtë në emisionin para iftarit, emision ky që mundsohet të organizohet nga ana e Këshillit të Bashkisë Islame të Prizrenit në bashkëpunim me televizionin Besa. Pra, siç e potencuam, jemi në këtë emision gjatë këtij muaji të bekuar të Ramazanit dhe duke shfrytzuar në këto raste me falendru më së pari Allahun e madhruar që na ka mundsuar me emri këtë muaj të bekuar të Ramazanit. Njëherët duke lutur të madhin Zot që gjatë këtij muaji të bekuar të Ramazanit çdo lutje, çdo dua, çdo ibadet, adhurim që do ta bëjmë, Allahu na pranoj. Pra do të jemi së bashku me juve dhe pasi që jemi edhe në ditën e parë të këtij muaji të Ramazanit, kemi ftuar kryemomin e nderuar pra të Këshillit Bashkisë Islame të Prizrenit, doktor Orhan Efendi Bislimaj, së bashku me hoxhën e nderuar, pra me kryemomin e nderuar, kemi ftuar edhe talibët e xhamisë Çoh Haxhi Mahmud, ku do të na performojnë një performancë të bukur, besoj, me leximin e Kuranit dhe me disa këshilla për moshatarët e tyre. Pa humbur kohë, mysafirëve tonë të nderuar, do të dëshirojmë se ardhe. Orhan Efendi, mirë se erdhën në emisionin tonë. Mirë se jam, faleminderit për ftesën. Një ashtu edhe ju mirë se keni ardhur në emisionin tonë, Zoti ju nderoft. Orhan Efendi, ne do të fillojmë me juve, pasi që është edhe dita e muajit bekuar e Ramazanit, dita e parë është e këtij muaji bekuar, do t'ju pyesim për atmosferën e këtij muaji të bekuar të Ramazanit, pyetje të ndryshme, pasi që vetë kërkon dita e parë në këtë mënyrë, po dëshiroj me fillu me leximin e Kuranit nga Adniti Fishekçiu, pra mencionet të hapim me leximin e Kuranit. Po mirë, pajtohem plotësisht. Atë unona. Billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqada dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra fa idha farakta fansab wa ila rabbika farghab. Mashallah, Zoti ju nderoft juve, mualimet, hoxhallarët që ju mësojnë, njëherët edhe kryemomin e nderuar, i cili është iniciatori më kryesor edhe i cili do t'ju bëj pyetjen në fakt për këtë mbajtjen e mektebit që pothuajse që 3 vitet e fundit është një me një dinamik të shtuar, të shtuar. Para se të fillojmë, Orhan Efendi, na tregoni pak për atmosferën e bekuar të këtij muajit. Po është qysh në fillim, po e tham në ditën e parë që ka pak më vështirë me qenë emision, se këtë kemi hallin e përshtatjes së organizmit tonë me ditën e parë të agjerimit. Patjetër. Sidoqoftë me kënaqësi jemi këtu, do të bashkëbisedojmë për disa aspekte të ardhes së muajit të Ramazanit, edhe në qytetin tonë këtu të Prizrenit, pse jo edhe në Kosovë. Natyrisht edhe në ligjëratat e tona që i kemi pas ditëve të xhuma bashkë me imamët, besoj që kemi pas rastin të dëgjojmë për njerëzve fjalët e mira, fjalët që shprehin atë që ndjen zemra, shpirti i tyre se po na vjen Ramazani. Bet po bëhet, shumë mirë po bëhet. Edhe mbram gjithashtu. Me të vërtet, ardha e Ramazanit disi shpirti jon po ndjen një sinjalizim. Qysh në javën, tash po themi javën këtë javë fundit, veçse bashkë me kthimin e hanës edhe na disi organizmi jon është kthy me prit muajin e madhreshëm të Ramazanit. Emocionet ndryshme. Po ëmbëltohet shpirti, vjen se edhe ajri pak po bëhet më i ëmbël. Në çdo aspekt e shohim, sinqerisht them, jo vetëm na si hoxhallar themi, po ka nevojë njeriu një muaj në vit me pas një lloj këso ta quajmë pushim në këtë aspektet. Ose më mirë me thonë ta quajmë një kryengritje shpirtërore kundrejt atyre apetiteve të egra të dynjas që secili njeri i ka secili individ në brendësinë e tij. E me ardhen e agjerimit nuk po paqtohet vetëm vetvetja, por edhe po bëhet një atmosferë e emocionit, e dashurisë, e dashamirësisë, e solidaritetit, e korreksis, e besnikris,
e sinceritetit, në të gjitha aspektet do t'i shohim se njerëzit janë, ndoshta mund me thonë ajo vetja tyre reale. Se secili agjerues me vetë faktin që është agjerueshëm, nuk mund të jetë dyftyrshi vetvetes. Së paku po them këtë muaj të agjerimit. Pastaj dynjaja secilin mund në rrëmbej, por në këtë muaj të agjerimit edhe shohim që këto virtytet larta, madje më të larta që duhet të kemi si njerëz, në muajin e agjerimit i kemi të secili agjerues. E në shoqërinë tonë, elhamdulillah, ka agjerues shumë e mbajnë e respektojnë. Statistikat e regjistrimit të popullsisë që kanë dalë 94%, fakt janë 95%, e 96%, dhe në këtë aspekt e shohim edhe për nga aspekti i ekscesive, incidenteve në jetën qytetare, që në muajin e Ramazanit janë krejta ma të reduktuara, ose ma të vogla. Orhan Efendi, e bëm një hyrje shumë të bukur dhe të mrekullueshme nga ana juaj, me të vërtet ato ndjenjat të cilat ju i potencuat në këto momente, me të vërtet çdo njeri prej nesh i ndjem, dhe me të vërtet për këtë edhe falenderojmë Zotin, nga se ndoshta i abstenojmë nga ushqimet ditore të cilët i kemi gjatë muajve të tjerë halal, mirë po edhe pse abstenojmë, nuk hajmë, nuk pimë, mirë po neve kjo nuk na demoralizon, përkundrazi neve na motivon ala më tepër, dhe megjitha na bën që të emocionohemi ala më tepër duke përjetuar këtë muaj të Ramazanit. Atëherë unë do t'ju pyes i nderuar Kryimam Efendi edhe për vlerën e muajit të Ramazanit, do të pyesë disa gjëra të cilët edhe pse her pas here kemi ndëgjuar nga të tjerë, po sa herë që të flitet për këto gjëra do të thotë ndoshta janë të pakta, se kemi gjithmonë nevojë të ndëgjojmë këtë, për shkak se çdo ibadet që është i madh i Zotit që e ka obliguar, ajo është e ka vlerën e vet në fakt. Po fillimisht si hyrje, a mund të na fletni pak a shumë për aktivitetet e Këshillit të Bashkisë Islame të Prizrenit, ju si Kryimam, do të dëgjojmë, shohim edhe në për rrjetet sociale, në faqet e zyrtarët të Këshillit të Bashkisë Islame, punimet, aktivitetet që i bën, mirë po ky muaj i Ramazanit është pak më ndryshe, besoj, pak a shumë na dëftoni. Po, besoj që secili Këshilli i Bashkisë Islame në nivel të komunave të Republikës Kosovës është përgatit për me prit muajin e Ramazanit me aktivitete ndryshme. Ndonjëherë e kemi dronë, po tutna se mos pja të prejmë gjematit shumë aktivitete dhe po mundohemi të bëjmë disa aktivitete bazike, përfshirë edhe këtë ligjerat që kemi në koordinim me të vëbesën, që sa do pak në këtë periudhë të para iftarit, të mundohemi të jemi afër ata të cilët janë duke prit iftarin dhe dikun janë të fundit. Po, mund të hapin televizionin, të dëgjojnë ndonjë këshill, do të kenë rastin të dëgjojnë këshilla prej imamëve, jo prej meje sot, se sa do ta kemi më ndryshe ndoshta, por në ditët të ardhshme të dëgjojnë këshilla, ajete, hadithet pejgamberit alayhis salam, me tematika të ndryshme, sepse puna fes, puna këshillave të Allahut janë sikurse ai ilaçi që të shëron. Njeriu shpeshherë ka ndonjë mungesë në veten e tij, në shpirtin e tij, në mendjen e tij, ka ndonjë dilemë, ndonjë paqartësi, por kur i kujtohet ndonjë fjalë e Zotit që ka thënë Kur'ani ose ndonjë këshill e pejgamberit alayhis salam, është me lhem për varr. Njeriu aty e gjen një ngushëllim, po. E ne i kemi bërë disa një plan të pritjes së Ramazanit, së paku në këtë muaj ta bëjmë një ndryshim, ta bëjmë ndryshimin me organizimin raport me muajt të tjerë. Përveç ligjeratave standarde që edhe imamët i kanë nëpër xhamia, se para teravis mbajnë imamët ligjerata, këshilla të shkurtëra, është aktiviteta që kështu organizimi i namazit teravis që është një punë, megjithatë rëndes pak për imamët, edhe duhet me vlerësu në këtë pikë që e mbajnë në të gjitha xhamit e komunës tonë. Kemi aspektin e televizionit, ku ne po mundohemi që, sidomos të gjinia femrore,
që nuk kanë mundësi ndoshta sikur se edhe burra që shkojnë ma me të madhe në xhami, përmes televizioneve të depërtojmë në secilën familje, të kemi ose secilin njeri që dëshiron të shijojë atë atmosferën e Ramazanit, të ketë mundësi përmes televizionit Besa, përmes televizionit Prizrenit, të dëgjoj ligjërata të ndryshme. Por të kemi edhe atë sharmin e viteve të kaluara që tash prej vitit 2017 e këndej vazhdon sinjalizimi i iftarit përmes krismës së topit, improvizimi nga kalaja e Prizrenit këtu, që ka qenë një traditë ndërshekuj, dikur e ka pas peshën shumë praktike konkrete, apo të nevojshme në teren, për shkak se nuk ka pas sikur sot këso mundësi për me sinjalizu ardhen e iftarit, edhe topi ka qenë një zgjidhje, por sot këto nuk e bëjmë për ta sinjalizu, sepse njerëzit kanë format ndryshme, mënyrat ndryshme me pa që erdhi iftari, amo e bëjmë për ta ruajt një kulturë, një traditë, një nostalgji tonën, edhe ata që janë këtu pari, besa dhe bukur në thellësi të qytetit, krisma e topit dëgjohet. Është një aktivitet, do të jetë karvani Ramazanit që nuk e përmenem këtu në TV Besa, si një aktivitet i rëndësishëm pas namazit të teravis, atëherë kur e falim teravin e relaksohemi pak në shtëpitë tona, në ambientet tona familjare, mund të dëgjojmë diskutime prej imamëve, musafirëve të ndryshëm, dhe profili i karvanit e Ramazanit, të cilin do ta udhëheq si emision Faruk Ukallo, e ka një orientim pak të diskutimit të problematikave të ndryshme aktuale, ndërshoqërore, familjare, me një qasje paksa ma të thellë, themi kështu, që jo vetëm të kuptohen nëse do të mund të arrijmë ashtu, jo vetëm të kuptojmë ligjëratat e imamëve me rënit lirë, po pak edhe me inicu një diskutim të ideve, të tematikave të ndryshme që mund na prekopojnë varësisht prej ligjëruesve që i parashtrojnë. Do të kemi mukabele të leximit të Kuranit gjatë muajit të Ramazanit, dhe ne i kemi bë publike tash mbi 20 xhami janë, disa që i kanë lajmëruar, kemi evidentuar në shpallje, por ka të tjera që si kanë lajmëruar prej imamëve që kanë vendosur në këtë natën e fundit me mbajt mukabele. Edhe mukabelja do të mbahet në disa xhami vetëm për burra, në disa xhami edhe për burra dhe për gra. Aty ku ka kushte edhe hapësira për në të njëjtën kohë, në disa xhami mbahet ku s'ka mundësi për burra dhe gra, njëkohësisht mbahet për burra, pastaj ta zon para drekës, pas drekës për gra, ose para qindis, pas qindis. Dhe kësaj do ta kemi një Ramazan inshallah me aktivitete edhe me iftare, patjetër dhe me iftare. Departamenti i Gruas gjithashtu ka bërë organizimet e veta për pritjen edhe me disa ligjërata që do t'i mbajnë nëpër xhamitë e komunës Prizrenit, ku do t'jenë enkas për gjinin femrore. Po ashtu pjesën e mektebit, këta djemë e vajza që i kemi që po i ndjekin mësimet në xhamit tona, në mektebet e xhamive tona. Kryebani Efendi, du me ndërprej këtë rastu. Unë e thash në fillim jeni iniciator kryesor për mbajtjen e mektebit, sidomos i dhon shumë rëndësi të madhe. Dhe çdo pothuajse është viti i tretë tani që do t'i kemi ne për emisionet drejt për drejt në televizion Besa. A mund të na tregoni çfarë ndjenjë është kur e sheh se ky inicim i madh që e keni bërë ju dhe frytet janë në pa? Faleminderit për vlerësimin. Thonë drejtën, na si institucion, themi Bashkia Islame në përgjithësi, edhe si këshill ton lokal, nëse duam ta shohim vetveten pas 30 vitesh, pas 50 vitesh, pas 100 vitesh, duhet ta shohim përmes mektebit. Mektebi është një pasqyrë e kohës tonë. Sikur që ne jemi një pasqyrë e kohëve të kaluara. Se
Islami dhe muslimanët, themi vetdia, kultura islame që mbretëron e që është pjesë e pandashme e atij etnikumit përgjithshëm tonin si popull, pa dyshim që dikush ka punu në kaluarën, ka dhënë dikush kontribut. Na po përcjellim, na po mbajmë një vazhdimsi, edhe vërtet nëse diçka na bën të gëzueshëm, të lumtur, është kur i shohim djem e vajza duke ardhur në xhami, duke mësu. Që shka thonë Hasan Nahi, shpirti pas rahmet, kur e kryen medresën në Nxënësat dhe i thot loçkat e mia e ka pasur shpreh, na kanë tregu kështu ata që kanë pas rast me të dëgju. Tashmo kur e kryen me medresën që po kryen vitin e 4 apo vitin e 5 ka qenë më herët. Tash edhe mja po kryqin ballë besoj që keni rru fen mo. E në atë kuptimin u po them këta fëmijë që vinë në mekteb në verzionin mos ta më të keq, po jo shumë të mirë, përsëri kanë me qenë fëmijë njerëz qytetar tepër të mirë. Dhe kanë me bën dallimin, kanë me bën ndryshimin, sikurse ne që i shohim se prindrit e fëmijëve që e kryejnë mektebin, që vinë me mekteb, kanë një transformim qenjësor, rrënësor, pozitiv, si në shtëpi, si në shkollë, si në jetën e përgjithshme. Domethënë, edhe për prindrit është kënaqësi ta kesh një evlat, një djalë, një vajzë që shkon me mekteb, mëson në radh parë me besu në Zotin ç'është duhet me besu në Zotin. Se na kemi në shoqërinë tonë këtu, pse jo, thamë edhe prej agjeruzëve, që nuk kanë pas rast me ndëgju ligjërata, nuk kanë mësu te hoxha, janë besimtar, edhe janë besimtar, nuk e dyshoj as, nuk e vajnë pikpyetje atë imanin e tyre, por halli që shpesh nuk dinë se si duhet ta besojmë Zotin, si duhet ta njohim Zotin. Si të orientohen në këtë aspekt. Po, se çështja e njohjes së Zotit është nuk mund ta njohësh Zotin pa mësu ç'është me njoh Zotin. Ose duhet të kallëzu hoxha, ose duhet mualimja me i kallëzu në këtë rast fëmijëve ose grave ose. Pra duhet një mësues, një udhëzues, një edukues. E këta fëmijë me një vit që vinë me mekteb, me 2 vite apo me 3 vite, në 3 nivele që i kemi, i mësojnë disa gjëra bazike që këtyre u vynë gjatë gjithë jetës. Edhe në ne, prindrit e kryejnë obligimin e vet, se edukimi i fëmijëve nuk është, themi kështu, domosdoshmë vetëm ideve hoxhallarëve në mënyrë ekskluzive. Jo, mund edhe prindrit, por prindrit është shumë problem me bën edukimin fetar të fëmijëve, se nuk janë njerëz fesë. Qëllimi jonë është me i eduku fëmijët me tërbijen fetare, e tërbija fetare praktikisht është tërbije qytetare. Është tërbije, është kulturë, është emancipim, është vlerë, është ndërtimi i personalitetit të fëmijës. Që ato që ja jep mektebi, po ju them, është shumë vështirë, ndoshta ku më ditë sa kurse intenzive, organizime ndryshme nuk mund ta mrrijnë ato që jep xhamia. Edhe xhamia, pse? Ku të vesh në xhami është e keni vrej, të njëjtët fëmijë që ndoshta në shkollë, se hiç më larg, mu ma tha dikush kështu mbram, hiç më larg, mbram. Për të afër të familjes time aty. Tha, është interesant fëmijët, këtë mësuesat në kohën në shkollë që s'porrin ort. Në xhami tha kur vjen fëmijët nuk bajnë zorë. Nuk bajnë zhurmë. Është pse frymëzimi i xhamisë ka këtë impakt. Këtë fëmijët e dinë që kemi ardhur në xhami. Dhe xhamia çka ta kujton? Xhamia ta kujton Zotin. Xhamia ta kujton Kur'anin. Ta kujton pejgamberin. Ta kujton namazin, ta kujton ezanin. Në momentin që hysh në xhamive që ti je imbuluar me këtë atmosferë, me këto vlera, me këtë ëmbëlsi të xhamisë, shpirti ëmbëltohet, edhe njëri pastaj do të jetë në gjendje, edhe i hapët diapazonit kupturit edhe i shpirtit dhe këtë aspektet. Faleminderit për ju.
me të vërtet duhet t'i falenderojmë në këto raste edhe prindërit të cilët i dërgojnë në mekteb, nga se angazhimi i tyre dhe angazhimi i mualimeve apo hoxhallarëve kur jenë në bashkëpunim me të vërtet del një fryt i këtij. Prindërit duhet t'i falenderojnë shumë, por edhe këtyre fëmijëve tu themi që më thon shokëve dhe shoqeve në shkollë se shumë kushte nuk janë të ditë. Më thon shokëve dhe shoqe, hajde në mekteb. As nuk bëhet ngarkesë, një javë është. Një, të shtunën. Shtunën. Është mësim shumë dëshiror, shumë atraktiv, i presin mualimet të kualifikuara me nivel universitar, me fakultete. Vin edhe edukohen, edhe pak se ka plot prej fëmijëve, me që pak u zgjeruam dhe në këtë pikë po është shumë e rëndësishme, që sot janë fëmijë, por pas 7-8 vitesh, këta po të rritur mu. Sot janë 10 vjeqarë, mas 10 vitesh janë 20 vjeqarë. Plot kemi raste kur nuk kanë shku në fazën e fëmijërisë, në mekteb, në xhami, nuk kanë shku. Për x arsye, o prindis nuk i ka marrë, ose si ka motivu, ose si ka thonë, ose në një fëmijë do të mi marrë për dore. Se fëmija, unë e përsëris këtë shprehje, fëmija nuk e din të keqen e vetvetes. Prindja është ai i cili do të me udhëzu me duku. Ka fëmijë që nuk ka shku, edhe kur më nuk shkon në xhami, i vjen marrë, s'pakun që atë ambient vetin nuk shkon, do të me shku dikun me naj xhami tjetër, ose me naj komun tjetër me thy këtë marrë, me po që nga shumë normal me shku në xhami. Kështu që edhe këta, edhe ne përmes ekranit të TVB-s po i ftojmë fëmijët, prindërit që të motivojnë fëmijët me shku në mekteb, nuk bëhet rëndesë për arsimin, për shkollimin e tyre, absolutisht. Nuk është rëndesë, është përkundrazi. Nëse pak mësojnë për fe, do t'i hapët truri, do t'i hapët shpirti. Mund pa të pëlqy një sociolog i arsimit që bënte një analizë. Ai këtë problemin nuk e qitë këtë paaftësia fëmijëve për me mësu, por ai këtë problemin e kishte të vullneti fëmijëve për me mësu. Qysh t'ja ngjallin vullnetin fëmijëve për arsimin, për shkollën, për punën nesër. Të gjithë kanë mundësi me punu. Edhe në parim njëri nuk mund të jetë demel në atë kuptimin instinktiv. Por njëri bëhet demel kur i humb motivat, kur i humb vullnetin. Njëri nuk mëson, jo se s'ka aftësia, kuptohet, dikush e ka një aftësi më të shuar, por këtë në parim janë të aftë, janë të menqur. Lypsët vetëm ja stimulu motivin, vullnetin, edhe do të shohim se edhe na kemi raste kur një fëmijë i cili ka ardhur në xhami është shtu vullneti edhe për xhamin, kur shtohet vullneti për mësu në xhami, pse si shtohet vullneti për në shkollë. Normal që edhe pasaj kemi po atë mësonët që ka qenë, e ka bot dallimin kështu për 360 shkallë. Nga një fëmijë që para një jave ishte këtë ndryshe në një nxënës që po tregon ambicje për mësim. Vërhet dallim i ndryshimit. Por në vendi atëherë pasi e përfundon këtë. Po fshajti që mështini ka tema me ktebit, për agjerim folim se 30 ditë kemi me folim. Atëherë, por me smihin hak edhe shikuesve të tonë, në pika të shkurta kisha kërkuar pas qejme dhe ka fundi emisionit Orhan Efendi, na trego pak rëndësinë, vlerën, pse kaq është i vlefshëm muaji i Ramazanit dhe ndoshta me disa pika të shkurtra për të arritur këtë vlerë, çka duhet ne të bëjmë si musliman. Mas pare secili njeri do të m'ia ditë shqyrën Zotit që ka mësuar me pritë zakat Ramazan. Kjo është e para. E ata që kanë shëndetin, ata duhet edhe një herë tjetër me falendëru të madhen Zot. Se agjerimi nuk është një porosi, një apel për imamve. E as nuk ishte një apel vetëm për pejgamberit Zotit. Por agjerimi mbi të gjitha është urdhër prej Allahut. Agjerimin e ka urdhëruar i madhi Zot në Kur'an. Dhe agjerimi, sikur se edhe disa ibadete që janë bazike në Islam, nuk janë vetëm që kanë filluar ka ardhur pejgamberi alayhis salam dhe me det. Jo. Këto që janë bazike kanë qenë prej gjithmonë, prej njerit parë e tek ne. Namaz, haxh, agjerim, abdest kanë pas
të gjitha ummetet prej pejgamberit, prej Hazreti Ademit e këndej. Pse kanë pas? Po pse Allahu e ka dizajnu, e ka asisoj njeriun edhe e ka caktu, ja ka obligu agjerimin për efekte shpirtërore dhe efekte shëndetësore. Na agjerojmë për Allah, të mos agjerojmë për mu zajftu, se edhe këtë fjale kam të gjuhë në ndërkohë. Dhe me që jam plësu pak, jam trash, do të agjeroj kismet, thojke. Do të agjeroj kismet, po me qëllë. Jo, për mu, edhe pse efekti i agjerimit reflekton edhe në dopsim, amo ne do të agjeru vetëm për ato që është urdhër i Zotit. Kur e kuptem që është urdhër i Zotit edhe e zbatem si të tillë, ne në parim e kemi realizu synimin e agjerimit. Unë veç e di që edhe emisioni ju është i kufizuar, do të ndona në dy pika. Fjala Ramadan, për Ramadan, i bjerë diçka që është nxehtësi e lartë, tepër e lartë. Ramadan, se si muj ka ekzistu edhe para Kur'anit Ramadan. Po Allahu e vendosi Ramazanin me agjeru. A ka mujt mu agjeru Shabane ose Regjebi, mu të saktu për Allah. Po, si kur të fillon të Kur'anin në Shaban ose në Regjeb, që i kemi pas 2 mujtë për para Ramazanit, po ashtu do t'ishte obligim mu agjeru të azonë në vend e jo Ramazani. Por, Allahu e boni Ramazanin. Tash, ka hikmet, po ndoshta, e vetë fjala Ramadan është që djeg. Qka djeg? E këtu, i djeg dy çështje, si në aspektin shëndetësor, fizik, si në aspektin shpirtëror. Në aspektin shpirtëror, Ramazani i djeg mëkatet. Se pejgamberi alayhis salam ka thonë që Ramazani dhe në Ramazan është mukeffirat. Është falës, jo falës, shlys i mëkate. E ka bo Allahu, men same Ramadanen, imanen, wahtisaben, gufire lehu ma të qaddeme min dhanbi, ka thonë pejgamberi, kush e agjeron Ramazanin, qësh duhet, imanen, wahtisaben. Me besim të me iman të zbatuni urdhën Zotit, edhe të synush problemin e Zotit, dhe qësh duhet, gufire lehu ma të qaddeme min dhanbi, i falen gjinohat e kaluara. Kuptohet, gjinohat që nuk janë prej hukukëve, prej atyne hakeve të njerëzve që i kemi. Në këtë aspekt, Ramazani e djeg gjunahin e djeg. Por Ramazani e ka që në aspektin trupor, vërtet i djeg do prirje të këqia që mund të lindin negative në shëndetin tonë. Se për mes agjerimit të plot, ndoshta shumë sëmundje në nisje, bëhen se për agjerimi mi shëru. Edhe një tjetër që ka, edhe ndoshta ajo përmbajtja kryesore e agjerimit, agjerimi është i djeg, e mbizotron, e shtyp pangopsi njerëzore. Ma kuptoni sakt që ta, e shtyp pangopsi njerëzore. Me këqyr bashkëholl e holl, Ramazani, agjerimi është një vdekje përkohshme, klinike. Vdekje trupit. Trupi jonë e ka burim hajën dhe pijen. E na ja kemi ndalë, apo? E me vazhdu edhe një ditë tjetër, edhe 2 ditë tjetër, a vdes trupi, vdes normal. Vdesin qelizat, vdes trupi. Po na ja kemi bo përkohësisht, Allahu që shtu na ka thonë. Në atë moment që ne po agjerojmë, trupi jonë e ndin një vdekje. Kur e ndin një vdekje, del në sipërfaqe shpirti. E tash terenin e ka shumë të përshtatshëm shpirti me mbizotru trupin, pangopsi njerëzore me mbizotru. Kjo është ai fisnikrimi i shpirtit. Jo rastisht Hazreti Musa alayhis salam kur ka shku mu taku me Allahun në Turi Sina, me pranu shpalljen, ka qenë agjerush. E kur ne hekim dorë dhe prej hajës prej pijes, kemi dalë nga njeri në mbi njeri, apo pak kemi shku makamelekët. Jemi afru makamelekët, se ata nuk hanë dhe nuk pinë. Thjesht agjerimi është në mënyrë brillante si ibadet
që ndoshta s'mund të krahasohet me asnjë ibadet tjetër, për nga aspekti i depërtimit në trupin, shpirtin e njerit, në qenin e njerit që lën gjurmë. Edhe e tham në fillim besnikrin, s'mund t'jesh agjerushën e ta mbajsh Ramazanin pa qenë besnik në Zotit. Është një lloj besatimi. Mjafton se sot ma probleme kemi me njerëzit të cilët nuk janë besnik. Veç kultivimi i këtij elementi është mjaft. Allah na mundsoft që me hy faqebardh dhe me dal faqebardh për këtë muaj të bekuar të Ramazanit, kryeman me Fendi. Inshallah. Zoti ju nderoft për këshillat brillante dhe njerët edhe për ata aktivitetet e rëndësishme që të cilët i potencuat ju. Ne kemi vendosur në këtë rast këtë muaj të bekuar të Ramazanit këtë vit që talebët njëri të hap emisionin me leximin e Kuranit, kurse tjetri ta përmbyll me një mesazh për bashkëmoshatarët e tyre. E kemi hafër këto hafsa, po? Atëherë të ndëgjojmë tyje me një mesazh për... Hajde hafsa që ka përgatitur hafsa shoh. Assalamu alaikum shok dhe shoqe të nderuar. Sot para jush jam unë Hafsa Jonuzi, nxënëse e xhamis Çohaxhi Mahmud. A e dini që ne kemi obligim ta duam Allahun më shumë se çdo gjë tjetër? Nga se ai është krijuesi ynë, ai na dha prindër, na dha shëndet, na dha mirësi dhe çdo gjë tjetër. Në kohën e ignorancës, dashuria ishte ndaj idhujve, ndërsa sot kjo dashuri është ndaj artistëve, këngëtarëve, sportistëve e shumë dashuri të ngjashme e që është një dashuri e gabuar. Zotin, pra krijuesin e çdo gjëje, edhe të prindërve tanë, edhe tonin, duhet ta duam më shumë se prindërit, madje edhe më shumë se veten tonë. Sikur ndëgjoj që më pyetni se si duhet ta duam Zotin, kjo dashuri arrihet vetëm përmes adhurimit ndaj Zotit, duke i zbatuar urdhrat e Allahut dhe duke i ushmangur ndalesave të Tij. Andaj të dashur bashkëmoshatar, lut Zotin na bëft ndër ata që e duan atë. Të jemi shërbëtor të vërtet të Tij dhe të shfaqim dashurinë tonë përmes adhurimit. Amin. Dhe krejt në fund, ju ftoj të gjithve të na bashkangjiteni në mektep e të mësojmë së bashku se si ta duam Zotin e fenë që ta mbrojmë kombin e atë dheun. Esselamu alaikum. Aleikum selam. Bravo. Ma direkt Por krymo me vëni Zoti ju nderoft, ishte kënaqësi temi së bashku, por një kënaqësi më e veçantë ishte edhe me këta talebe të Çohaxhi Mahmud. E falenderojmë edhe mësuesit e këtyre fëmijëve, të cilët i mësojnë domethënë në xhamitë e tyre. Përveç këtyre kanë edhe aktivitete tjera, domethënë për fe mësojnë për gjithçka mirë, po kanë edhe aktivitete të ndryshme të cilit kemi parë në shumë raste. Atë ju falenderoj prezemësisht, Zoti ju nderoft. Të shokës të nderuar, ishim së bashku me kryemomin e nderuar, kryemomin e Këshillit Bashkisë Islame të Prizrenit, doktor Orhan Efendi Bestimaj, ku u mundu të mpaka shumë të flasim për hyrjen e këtë muaj të bekuar të Ramazanit. Prandaj unë du ta falenderoj edhe kryemomin e nderuar, por edhe talebët e xhamisë Çohaxhi Mahmud. Prandaj deri në emisionet tjera unë Shqipron Saramati ju përshëndet me përshëndetje islam. Selamun alejkum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zoti nderoft, faleminderit shumë.